Floriar? Atëherë, fillimisht, kjo tregon një lloj dështimi dhe një gjendje shumë të vështirë, kjo sjellje e tillë e Trumpit. Këtu bini dakord gjithë me sa kuptova. Pra, nëse pak a shumë bjem dakord, sepse nëse ai do kishte arritur objektivat e luftës, dhe nuk do kishte nevojë që të rriste më shumë retorikën apo të vazhdonte luftën më gjatë. Dhe kjo në një farë mënyre tregon atë, vërteton atë që se Trumpi njerë thotë kemi arritur gjitha objektivat, gjithçka është Floriar, çfarë objektivi nuk ka arritur Donald Trump? Pra kush ishte ose dy objektivat kryesor, po themi që s'ja ka dalë dot? Se ndryshimi i regjimit mbase është e pamundur, po çfarë tjetër? Objektivi kryesor i kësaj lufte është që të sigurohet Izraeli. Të sigurohet Izraeli. Pra që të ketë dominancën në rajon. Sigurohet, pra Irani mos të sulmoj Izraelin. Kjo është. Dhe rreziku kërcënimi kryesor janë raketat. Nuk është kërcënimi bërthamor, atë mundet të jetë, mundet mos jetë, nuk mund ta hedhim atë, është çështje tjetër diskutimi. Por raketat kanë treguar që është një kërcënim kryesor i fuqisë së Iranit. Dhe raketat iraniane kanë vazhduar në mënyrë sistematike për ditë në të njëjtën mënyrë, në të njëjtën intensitet. Dhe ata që pretendojnë shpesh herë që u shkatruan, u mbaruan, sikurse ka treguar Trumpi disa herë, duket që e përdorin vetëm për retorikë dhe nuk ka asnjë vlerë. Po të kontrollojmë, po të krahasojmë me luftën e Gazës, Gaza është 300 km². Pra është dikur 2.000-3.000 herë më vogël se 5.000 herë, 6.000 herë, më vogël se Irani. Popullsia është shumë më vogël. Dhe në ato 300 km², për gati një vit e gjysmë, vazhduan të hidheshin raketat drejt Izraelit. Atëherë çfarë mund të pretendojmë ne nëse ndalojnë raketat, a mund të ndalojnë raketat nga Irani në Izrael? Në Izrael. Apo në rajon, po thua, edhe në rajon? Në rajon dhe në Izrael. Pra ky objektiv nuk është arritur dhe nuk është. Pra kjo e ka tërbuar Donald Trumpi në një farë mënyrë. Nëse mund ta quaj kështu. Kjo e ka tërbuar. Tani, të kthehemi në një këndvështrim pak më të gjerë. Trumpi synon që nëpërmjet goditjes së krahëve të dëmtoj, le të themi, edhe krahun e tij rival kryesor, që pra ka aleancën ruso-kineze. Dhe të ndaloj furnizimin ose të dëmtoj sa të mundet furnizimin ndaj Kinës. Me naftë. Në fakt, në këtë pikë, gjithashtu nuk ka qenë. S'ja ka dalë. S'ja ka dalë, sepse të gjitha anijet janë ndaluar në Hormuz, përveç anijeve iraniane. Jo, më duket kishin kaluar dhe anije japoneze, kishin kaluar disa anije, përveç atyre të vendeve armike. Kush paguan kalon? Kush paguan, po edhe disa marrëveshje që ka bërë. Anije franceze, anije. Vetëm një ndërhyrje të shkurtër. Po, patjetër, mentor. Duhet sqaruar një gjë. Ngushtica e Hormuzit nuk është e bllokuar. Po pra, s'është e bllokuar. Është kontrolluar nga Irani. Po pra, vetëm për vendet armike është e bllokuar. Është shumë më keq, është e kontrolluar nga Irani. Okej, këtë do të shtoje. Po e drejtë, jo se sot kam lexuar në media që kanë kaluar anije japoneze, anije tjera përveç atyre të vendeve armike. Turke, po patjetër. Mesazhi qartë. Asnjë anije lidhur me Amerikën ose Izraelin. Ose Izraelin, vetëm ato nuk kalojnë dot. Okej. Edhe këtë qëllim nuk e ka arritur, biles është në të kundërt, ka arritur. Ka prodhuar efektin e kundërt, po është dëmtuar. Efektin e kundërt. Pastaj një diçka tjetër, mënyra se si flet Trumpi me këto kërcënimet, janë mënyra retorika tipike lufte. Çfarë do të thotë? Është luftë, edhe në luftën e Vietnamit, ata kanë kërcënuar her pas here që do përdorin armë bërthamore. Pra kur ai thotë, nuk e thot këtu, e odhi goxhaj atë vetëm nëse është çmendur tha, po nuk është se e thot. E ka thënë fjalë për fjalë, ne do t'ju kthejmë në epokën e gurit. Po, do t'ju kthejmë në epokën e gurit. Çfarë do të thotë kjo? Pra do t'ju godasim armë bërthamore. Kështu lexohet në gjykimin tënd. Qartë. Pra t'ju kthejmë në epokën e gurit baraz me do përdorim armë bërthamore. Sot ka thënë që
nesër, nëse mbaron kjo punë nesër, ne do ta mbyllim këtë punë. Si mbyllet nesër? Përveç armëve bërthamore, kjo nuk mbyllet në një formë tjetër. Brenda një nate nuk mbyllet ndryshe. Nuk mbyllet kjo formë në një formë tjetër. Pra këto janë kërcënime bërthamore të bëra indirekte. Ka tjetër koncept, varet çfarë koncepti ka për natën Donald Trumpi. Të drejtë ka mentorin në këtë rast. Indirekte për goditje me armë bërthamore dhe në fakt është në një farë mënyrë është... Mi ti e beson që mund t'jetë kështu? Se po ta bëj pyetjen. E beson apo është thjesht një kërcënim kjo retorika e Trump? Po në realitet nuk mendoj sepse përveç Trumpit duhet jetë një vendim më i gjerë, i marrë më së gjëri. Po pra, ajo që tha Jauri, vërtet e ka të drejtën për shtypur butonin e kuq, që mund mos jetë dhe i kuqta. Mirë po duhet është një vendim më së gjëri dhe rujna Zot, nuk besoj se mund të ketë, inshallah s'do ketë një gjë tillë asnjëherë. Dhe një pikë tjetër duhet parë edhe historiku i luftrave të Shteteve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara përveç luftës së Kosovës, që ka dalë e suksesshme sepse i gjithë populli në atë vend ishte në mbështetje dhe ishte në luftat e tjera nuk ka dalë me sukses, në luftat e tjera të fundit, po edhe më parë. Ka arritur të fitojë luftën e Irakut, ka qenë një... Asat në Afganistan, në Afganistan e ka humbur qartazi. Në luftën në Afganistan e qëndroi 20 Ti po i përmend këto për të thënë që do ta humbi dhe këtë luftë, këtë me Iranin, apo jo? Ai ka fituar luftrat që me kërcënime, pra luftat e shkurtra, pra ose ka dalë fituar nga marrëveshje të tilla të tipit të Venezuelës. Pra bëri një arrestim, kapi Maduron, po. Maduron, siç ka kapur Noriegën më përpara apo të tjerë që ka vepruar. Po ishin operacione të shkurtra ato, që përfunduan në këtë formë, ata kanë arritur të imponojnë, le të themi, pikat e tyre të marrëveshjes, kërkesat e tyre shteteve të caktuara. Dhe në këtë gjë, në këtë luftë së radhe duket që është shumë i tensionuar sepse është futur në një rrugë pas zgjidhje. Dhe çfarë ka ndodhur tjetër? Po, ma përfundo dhe këtë që të shkoj pak te Jauri. Vetë brenda administratës, J.D. Vance për shembull, ka pasur një përplasje të ashpër me Netanyahun, me Benjamin Netanyahun, pse ju e keni gënjur presidentin Trump, pse tani ti e sheh vërtet që J.D. Vance ka bërë këtë debat me Netanyahun apo i fut Trump këto Rubion pro vetes, J.D. Vance-in e nxjerr që tani neve edhe mund të besojmë asgjë, edhe mund të bën sherr me Netanyahun, po ndërkaq janë një skenime të tija, për të thënë që dhe brenda unë nuk është se i kam gjithë pro. Dalë për tyre. Tani se çfarë do besojmë, se çfarë nuk do besojmë, por nuk ishte pse të dilte. Pra, po vendoset në një farë mënyrë gishti, ka dalë gishti për të treguar një fajtor, dhe gishti në këtë rast po vendoset, le të themi, drejt Netanyahut. Edhe kjo është interesante. Jo, interesante, do të diskutojmë, se kishte shumë analiza sot edhe në mediat ndërkombëtare që flisnin që Netanyahu e ka gënjur në një farë mënyrë Donald Trumpin për këtë luftë. Pra, e ka gënjur sepse i ka thënë që është një operacion që mund zgjasë më pak, po ndërkaq nuk janë përballur me të njëjtin realitet. Vlen për të diskutuar. Jauri, se kam një pyetje për Iranin pastaj. Jo, meqense kishe ti diçka për të shtuar dhe pastaj do të bëj një pyetje.